Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro është drejtuar maturantëve me një mesazh informues dhe motivues, duke bërë me dije se kjo e hënë ka nisur procesi i plotësimit të formularit A1, përmes të cilit nxënësit përcaktojnë lëndet më zgjedhje për provimet e maturës shtetërore 2026. Ministria theksoi rëndësinë e këtij vendimi, duke nënvizuar se zgjedhja e lëndeve ndikon drejt për drejt në orientimin akademik dhe studimet e mëtejshme. Ju do filloni të plotësoni formularin e rëndësishëm për finale e viteve studimit të shkollëve mesme, formularin A1, me të cilin ju do të zgjidhni lëndët që do të keni në provimet e fundit në qershor të 2026. Është një zgjedhje e rëndësishme, nuk duhet me i lënë rastësisë se çfarë do të bëni në qershor, sepse lëndët që ju do të zgjidhni në një farë mënyrë ju orientojnë drejt fazës tjetër, atë të studimeve të larta për ata që do të vendosin të vijojnë studimet në universitet. Ministra informoi gjithashtu se për maturantët e viteve të mëparshme aplikimi me formularin A1Z do zhvillohet në data 10 dhe 11 shkurt, ndërsa drejtoritë rajonale arsimore, zyra arsimore dhe shkollat janë në dispozicion për të ofruar asistencë gjatë këtij procesi të aplikimit sinkron. Ata që nuk janë maturantë të këtij viti, por të viteve të mëparshme, është formulari A1Z. I njohur edhe ky për të gjithë ata që ndjekin procesin. Po mirë është ta kujtojmë që për këtë të dytën ka vetëm 2 data në dispozicion. Prandaj, kemi postuar tashmë dhe kemi bërë të njohur për të gjithë aplikuesit sipas drejtorive rajonale arsimore. Në datën 2, 3 dhe 4 në Tiranë, Durrës dhe Fier. Në datën 5, 6 dhe 9 në Korçë, Lezhë, do të jenë të gjithë në dispozicion për t'ju asistuar, për t'ju ndihmuar që nga mësuesit, drejtuesit e shkollave, drejtuesit e zyrave arsimore dhe të drejtorive rajonale.